Shumica është e obligume me abonuma të pakicave. Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk është kushtetutë orientuse edhe qërtuse. Shumë keqi pikrisht është kushtetutë etnike. Sepse është shkelje bazike e drejtave, kushtetuta e Kosovës, fatkesisht, zoti Goshi, ti e din këtë punë, po ti s'po dën me di. Deputetit të zërë. Jo, s'ka të s'po dën. Aty i kalon 20 vene, po ata s'kan ditë kur e kanë shkrujt aty me dhënë qëre, ju gjatëni, jeni deputet, po shtuja Valentina. Po mbi qa të më shteti ju të gash. Po ti se ke meritu. Kush unë? Ti edhe kjo me të si se keni meritu që të shtet. Ky shtet ju ka fal juve. Pra daj nuk dini me respektu. Jo. Kur ti drejtohet Ripet lutem se me Gashin jam. Zoti Gashi, gjatë krejt procesit të vjedhjes me polititun e muj patime. Se kom këtë del. Gjatë krejt procesit të vjedhjes që kanë qarkullu shumë ide. Ai ploku Finlandes, ploku juët, konstitucionalisti më i madh që ka dhënë trulli evropian shekullin 20-21, Marti Ahtisaari, e ka gjetë një solucion që për këmbim me pavarësinë kombëtare të Kosovës, ti si shumicë obligohesh me abo që ato vende të garantume dhe të rezervume në fillimisht, që i kanë pas, tani i kanë vetë garantume, dhe në suaza qasoj, për pozicione në kuvend, ti dhe të është me abo gjatë një numra pakicave, shok, sa ta i kanë vesh 20. Kjo është obligimi, shiko, kjo obligimi bazik, parimi bazik i kushtetues. I Zimbabvesa, aja banëm Rashiqi, to Halil. Bonë serioze. Se i do Bajramovicit? A kjo është interpretimi yti? Kjo është interpretimi yti, o Halil. Po është identitet. Kone ka përvaqësu Rashiqi? Kone përvaqësot pas familjes ti? Ja, i përvaqësot vota që ka. 3.800 vota. 3.800. Që shmullet me përjashtuti një komunitet. Me nën deputet për një njëri që ke paru ti në kuzhina tua. Kjo është interpretimi yti. Po ti e ke paru nga to vetë. Kjo është interpretimi yti. E ke ndërtu në kuzhina tua si se do Bajramovic. Matoshi, se sfer ti thu se do Bajramovic. Po se është denigrim, është interpretim. Ai ka qenë një qytetar, i rëndom. Një fshatar i lodh. I padijshëm. Ajo ka qenë situatë kuislinge. Ajo ka kuislinge dhe pas punëtori okupatorin së. Po, vetëm diçka. Zoti Goshi ti saktë din që nga, nëse shikojmë që është nga prizmi i serbëve të Kosovës, Rashiqi del kuisling. Jo, s'dal. Po s'mund del këtë kuisling. Ka shumë politika në Kosovë. Vetëm pak. Po mi mirë se tani... Po shashtu për i thotë, po vishë mbare qaj të thotë. Ti nuk e ditë që ndërtu shteti Kosovë. Konstitucioni i Republikës Kosovës është kembim. Absolutisht, mendimi dhe mendimet politike, se kisha një se shkovan shumës, nuk kisha dashur që nga kjo skenë të vendosen etiketa kuislingësh edhe njerëzish problematik. Unë nuk i ku njëtë se që kuisling astratorë kërkon. Unë rarë nga prizmi sërbëve, aj cilësohet si kuisling. Po mirë, po jo se do Bajramovic edhe tjera, se mos harrojmë një gjë, Nenad Rashiqi nuk është produkti kësaj garniture politike aktuale. Vetëm pak. Ka qenë i më hershme, s'ma po që do t'jetë din shumë mirë. Ai ka qenë një nga ata që ka luajtur për të keqen e kolegëve të mi që i kom përballë, vetëm 2 ditë para zgjedhjes se ti në kryetar kuvendi, zotni Rashiq ka deklaruar se unë s'mund jam sepse i përket i takon bile nuk thot veç propozimi. Në kryetari thot i takon listës së. Sepse s'ka qenë zaurume procedura. O zoti Goshi, ai vetë ka deklaruar, jo. Me dolën për studio e me ulurit kundër një pakicë, shumica. Me dolën me ulurit. Si ju, në për studio televizive, kur me 17 prill, këti viti, 119 deputet shqiptarë dhe tjerë. E kanë se mbarova fjallin, zoti Goshi. E kanë që dorën me i verifiku mandatet e qëtyre 9 deputetve. Jo t'i s'pon gëllë që kam të fëllë hirë. Jo se po ulluroj. Zoti Goshi po s'ulluroj. Ti po lu, unë po ulluroj. A vet po ulluroj. 119 deputet e kanë që dorën me i verifiku mandatet e listës sërbska. Me të vërtet?
Pse e kanë vot banka? A thu? Pse e kanë vot? Ku ata qenë ka terrorist? Shumë bukur e kupton pushteturin. Edhe zoti Goshi, edhe zoni e ndërmjet. Mësonu që nëse nuk i thot një gjykatë rregull dikuj kriminal ose terrorist, mësoni këtë rregull, ose fashizëm me thon